Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush komentet rreth ngjarjeve më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek një ngjarje shumë e bukur. Familja Bori ditën e sotme manifeston një moment fantastik. Mateo ka treguar gjithmonë se ka një afrimitet jashtëzakonshëm, se është shumë i lidhur me familjen e tij dhe gjithmonë ka ditur që të bëj një respekt të veçantë kundër drejt prindërve të tij, gjë më të çmuar që Mateo ka. Afrimitetin me nënën e tij, zonjën Zana, ne kemi parë që në momentin kur ajo u bë pjesë e Big Brother VIP Albania, teksa po fliste me Mateon dhe teksa po i dhuronte një dashuri të madhe, aty e kuptuam që Mateo, pa marrë parasysh që është rritur në një familje me kushte shumë të mira, do me thënë nuk i ka munguar asnjë gjë, djali më i vogël, djali më i përkëdhelur, djali që prindërit kanë intervenuar për të krijuar ndjenjat e tij, për të krijuar ëndrat e tij, Mateo Bori përsëri është rritur me shumë modesti. Dhe këtë modestinë ai e ka shfaqur në disa dimensione brenda në shtëpinë e Big Brother. Dy fotografi të bukura që na erdhën ditën e djeshme kanë qenë në fakt fotografitë më të kërkuara nga publiku im. Pyetje ka patur pafund Tiron, pse nuk ka hedhur Mateo kur foto me nënën e tij, pse nuk ka hedhur Mateo kur foto me babain e tij. Do të thënë ka patur pyetje të tipit të tillë saqë ëndra e fansave të Mateos u bë realitet. Nëna e Mateos natën e mbrëmshme ka festuar ditëlindjen dhe siç duket, familja e Mateos është familje manifestuese. Do të thoni pse, sepse i feston gjërat në mënyrë shumë të veçantë, do të thënë dhe ditëlindjen e Mateos, prindërit në atë kohë kur Mateo e festoi me Brikenën, por kur u kthye prindërit e festuan në mënyrë shumë të bukur, e gjithë familja u mblodh për një darkë, e shijuan momentin, e shijuan çastin, do me thënë e jetuan bukur fort momentin e tyre dhe ditën ta manifestojnë. Dhe kjo familje tregon që është një familje që vërtet di të bëj gjëra të bukura. Por nga ana tjetër, Mateo ishte shumë i lumtur, do me thënë ka sjell dy fotografi shumë happy, shumë i kënaqur, shumë i realizuar që është pranë prindërve të tij, që po e feston ditëlindjen me prindërit e tij, që po e shijojnë momentin të gjithë së bashku, do me thënë në një farë mënyrë ndjeshte krenar dhe falendërues drejt Zotit që ja ka dhënë këtë familjen dhe këtë bekimin. Nëna e Mateos, një zonjë vërtet, unë në fakt për këtë grua kam patur konsiderat që në momentin kur ajo hyri në Big Brother, qetësia e saj, pozitiviteti i saj, njerëzilliku i saj, shpirti i bardhë i saj, do të thënë zemra e saj e bën që ajo të duket angjëllore dhe sinqerisht është angjëllore, sepse unë besoj në fytyrën e një njeriu dhe mendoj që fytyra e njeriut është gjysma e të vërtetës së shpirtit. Atë që shpirti e tregon, nuk e tregon kur, do me thënë tjetër gjë përpos fytyrës, mimikat e tjerë e tjerë. Ndërsa baba i Mateos, gjithashtu edhe zotri Sasha, një zotni vërtet, gjithmonë i qeshur, gjithmonë pozitiv, gjithmonë me energji të mirë, pranë djalit të tij Mateos, duke e shijuar çastin edhe duke e shijuar momentin. Do me thënë një familje teje dinjitoze. Festën kanë përzgjedhur që ta bëjnë në ambient të mbyllur, do me thënë nuk është se ka qenë ndonjë ambient që kanë ftuar shumë miq, që kanë ftuar shumë familjar për të festuar ditëlindjen e zonjës Zana, jo, do me thënë ka qenë një ambient familjar, ku në këtë festën është përzgjedhur që të jenë mbesa e Mateos, motra e Mateos, nëna, babai, do me thënë shumë pak ambient, jo shumë njerëz aty brenda e tjerë e tjerë e tjerë, do me thënë kanë dashur që festën ta bëjnë private dhe Mateo që me patjetër pa marrë parasysh angazhimeve, pa marrë parasysh lodhjeve, rutina e ditës, Mateo me patjetër që do t'ishte pjesë e kësaj feste kaq të bukur
që ka një simbolik të veçantë në familje. Unë e them gjithmonë që ditëlindja e nënës është ditëlindja e heroinës së shtëpisë. Ju do të thoni pse? Sepse nëna është ajo që kujdeset, nëna është ajo që vepron, nëna është ajo që lufton për shtëpinë, nëna është ajo që mendon për fëmijët dhe mendoj që ditëlindja e heroinës në këtë rast duhet gjithmonë festuar, duhet gjithmonë duar trokitur dhe duhet gjithmonë mbështetur, sepse është ditëlindja më e bukur. Dhe kështu që unë e shoh që familja Bori ka një respekt të veçantë për femrat dhe ditëlindjen e mamit të Mateos e kanë bërë në një mënyrë shumë të veçantë edhe shumë të bukur. Më pëlqen që në vitin 2026, në këtë vit kur familjet më janë shkatruar, në këtë vit kur promovohet e keqja, në këtë vit kur promovohet mashtrimi, në këtë vit kur promovohet tmerri, familja Bori promovon gjën më të bukur, dashurinë për familjen. Është një mesazh që në fakt duhet të shkojë tek të gjithë njerëzit, tek të gjithë shqiptarët të cilët duan të kenë një familje të bukur, sepse pa marrë parasysh ne çfarë të arrijmë, pa marrë parasysh ne çfarë të bëjmë në jetën tonë, ajo që ne duhet ta vlerësojmë dhe duhet ta duartrokasim dhe duhet ta kemi në jetë, është më e shenjta, është familja, sepse familja është dhurata më e bukur që Zoti na e dha në këtë univers. Domethënë shoh shumë mirësi dhe unë personalisht zonjë Zana ju uroj të gjitha të mirat në jetë, uroj me zemër që të jetë nëna më e lumtur në botë dhe duhet të jetë nëna më e lumtur në botë, sepse e ka djalin më të mirë dhe zakonisht të nëna që i kanë çunat më të mirë janë nënat bekuara dhe shpresoj që së shpejti të na nxjerrën më shumë fotografi, më shumë momente me Mateon, me përditshmërinë e saj, sepse tash fatmirësisht kur një djalë krijohet apo një vajzë krijohet personazh, edhe familja e tij në këtë mes krijohet një personazh dhe kështu që janë një bekim më vete. Unë ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që të kenë kaluar bukur në këtë fest familjare. I bindur jam që Mateo do t'ua realizoj fansave të tij dëshirën e madhe që të nxjerrën fotografi me familjen, me rrethin më të ngushtë, duke jetuar momentin, duke shijuar çastin, duke u kënaqur pranë njëri tjetrit dhe kjo në fakt e bën Mateon edhe më të veçantë sepse ato tashmë fansat e tij janë familiarizuar me Mateon dhe duan gjithçka rreth Mateos, duan gjithçka rreth përditshmërisë së tij, duan gjithçka rreth privatësisë dhe sidomos kur ka momente të tilla që bëhet fjalë për një fest, bëhet fjalë për një moment të bukur që realisht i dhuron një emocion të papar dhe i dhuron një ndjesi të bukur dhe të fortë fenomenit familje dhe gjës më të çmuar në fakt që është në jetë dhuratën që na e ka dhënë Zoti, unë them, nëna, sepse nëna është zëvendësimi i Zotit në botë. Gëzuar mami Mateos u bësh 100 vjeç me gjithë njerëzit që ti do me shpirt.